Gjykata e shkallës së parë Tiranë ka rrëzuar kërkesën e Gjon Shkamit për ta liruar nga qelia, me argumentin se nuk është autori i krimit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, si dhe plagosjen e 2 personave të tjerë palë në proces. Shkambi u drejtua apelit me ankim ndaj arrestimit në burg caktuar nga shkalla e parë. Shkambi pretendon se nuk ka pasur dieni për veprimet e nipit të tij, Elvis Shkami, që zbrazi armën ndaj gjyqtarit Kalaja sapo ky i fundi lexoi vendimin kundër kërkesës së tij lidhur me një konflikt pronësie. Nipi Elvis Shkami, që ndollet gjithashtu në paraburgim, nuk e ka apeluar vendimin për të kërkuar ndryshim të masës së sigurisë. Astrid Kalaja u vra brenda në sallën e gjyqit nga Elvis Shkami, pak çaste pasi kishte shpallur vendimin në një çështje pronësie ku xhaxhaja e autorit Gjon Shkami ishte një nga palët. Në të njëjtën ngjarje mbetën të plagosur edhe 2 persona të tjerë, Ragip dhe Ervis Kurtaj, babë e birë, të përfshirë si palë e tretë në të njëjtën çështje gjyqësore.